Mirë mbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues, mirë se takohemi së bashku në emisionin Aromë Shkodre. Shpresoj që të keni kaluar mirë këtë javë, të keni qenë e suksesshme për ju në realizimin e të gjitha planeve që keni pasur, dhe do ishte mirë që fundjava të na mblidhte të gjithë së bashku si familje dhe të ndiqnim pse jo reportazhe që ne ofrojmë her pas here në emisionin Aromë Shkodre, reportazhe tek i cili çdo antar i familjes mund të gjejë veten, të marrë mesazhe të vëra dhe të mendoj thellë për atë çfarë ai bën në jetën e tij apo çfarë planifikon të bëjë në jetën e tij. Kësaj radhe ne kemi përgatitur 3 reportazhe shumë të këndshme, reportazhe që dashur pa dashur na sillin të gjitha kategoritë e shoqërisë sonë, edhe ata njerëz të cilët ndoshta i lëm disi në harres, por që janë miq të përkryer me aftësitë e tyre, ata arrin të realizojnë jo vetëm një bandë muzikore të këndshme, e cila përfaqësohet denjësisht edhe në konkurime jashtë kufive shqiptar, bëhet fjalë për bande muzikore të ngritur pranë dhe dorë, por pikërisht këta persona që i përkasin jo vetëm kësaj shoqate, por që janë miq edhe nga shoqatet e tjera dhe që kanë një afërmitet dhe një dashuri të jashtëzakonshme, arrin të realizojnë së bashku me ndihmën edhe të profesionistëve drama me mesazhe mjaft të vëra për shoqërinë tonë. Një mesazh i vyer do të ishte edhe lidhja që ne kemi me mjedisin, se si duhet kujdesemi për të, dhe këtë japin më së miri miq tanë të shoqatës The Door. Le të ndjekim përgatitjen e kësaj drame të këtyre miqve kaq të dashur. Janë persona me aftësi disi ndryshe, por që kanë aftësi fantastike për të interpretuar lirshëm në skenë. Fal edhe ndihmesës që ka dhënë regjisorja e mirënjohur Merita Smaja, po gjithashtu koordinatori tyre dhe zoti Kastriot Faci. Le të ndjekim të dramë e cila u realizua para pak kohësh në fshatin e Paqes, në hyrje të Shirokës, dhe kjo shfaqje kaq e bukur që është këndshëm ta ndjekim të gjithë së bashku dhe të marrim shumë mësime prej saj. Kjo shfaqje pati fatin të vendosej në skenë edhe në Banja Luka. Le të ndjekim këtë ecje të tyre artistike në skenë fillimisht në Shkodër dhe më pas edhe se si u pritën ata në vendin tonë fshinj. Për këtë kemi përgatitur një reportazh këndshëm, prandaj ju ftojmë që ta ndjekim. Në fshatin e Paqes, të pozicionuar në hyrje të Shirokës, ne her pas here jemi bërë pjesë e organizimeve mjaft të vlefshme për shoqërinë tonë. Dhe njëri prej tyre titullohej Dashuria Forca e Ndryshimit. Sot është pjesa e trajnimit të trajnerëve në kuadër të projektit Youth Care, i cili po zbatohet në organizatën The Door si partnere e projektit edhe e organizatës përtej barrierave. Është një projekt ndërkombëtar i cili po zbatohet në Itali, në Greqi dhe në Shqipëri. Sot jena në ditën e trajnimit të trajnerëve, ku do të flasim për rëndësinë e mjedisit, për temat e ndryshme të punës që duhet këta trajnerë të bëjnë me të rinj, që cilët janë nga mosha 15 deri në 30 vjeç, janë zgjedhur kryesisht bashkëpunëtorë të organizatës The Door, të cilët ndër vite kanë bashkëpunuar, janë mësues të shkollave të ndryshme të qytetit, punojnë social të Bashkisë Shkodër, përfaqësues të organizatave shoqërisë civile, të cilët në të ardhmen do të realizojnë disa trajnime të cilat i përgjigjen pikërisht asaj që është edhe tema e ditës sot, që është kujdesi për mjedisin. Gjatë fazave të këtij projekti ne asistuam në momentin kur miq tanë të mirë me aftësi ndryshe po interpretonin një shfaqje teatrale me mesazhe dedikuar kryesisht mbrojtjes së mjedisit. Sapo fillojmë një teatr social, teatr ekologjik dhe social. Është një fat i madh që ne kemi në punësi për një teatr social, ku në çështjet e tij, në brendësitë e tij, preket edhe tema e mjedisit, ku kuptohet që këto të rinjt në marrë një aksion sensibilizues që nëpërmjet teatrit social të realizojnë atë çfarë është e rëndësishme, ndërgjegjësimin për mjedisin dhe veprimin edhe edukimin për një mjedis sa më të pastër. Do të kenë edhe një mundësi tjetër ku do të dalim në natyrë edhe do të shpërndahen në grupe për të bërë disa foto të cilat kanë bërë edhe me impaktet njerëzore në mjedis. Këta të rinj kanë pasur fatin e madh të kenë regjizore të pjesës së tyre të mirënjohurën Merita Smaja. Faktikisht unë nuk kam pas eksperjenca me këta lloj fëmijësh, me këta fëmijë me aftësi ndryshe, kam pas me fëmijë të tjerë që do të janë normal edhe është më e lehtë, flasësh me ta se i kupton gjërat më shpejt.
Por edhe kjo ishte vërtet shumë e bukur. Një eksperiencë që nuk do ta harroj kurrë, sepse lodhesh, punon, por ama shef që arrin diçka dhe është bukur kur ata arrin të bëjnë dhe të japin veten para një spektatori duke bërë diçka të bukur artistike. Na kena ndërtuar tashmë një partneritet shumë të mirë, qoftë me institucionet e përkujdesit social, me institucionet shkollore, me institucionet e bashkisë, por edhe me prind, edhe me shoqërinë civile. Nuk do të zgjatem, tema e projektit e keni pa domethënë në Youth Care, edhe kur na kujdesena për rinin, e ndërgjegjsojmë rinin që ajo të jetë e ndërgjegjshme ndaj kujdesit për mjedisin dhe që të veprojë në mënyrë po themi për ta mbrojtur mjedisin. Mendoj që kena realizuar një gjë shumë bukur. Besoj që do të kena me pas edhe aktivitete të tjera në vazhdim. Dhe shpresoj që ndoshta disa nga ju të kenë mundësinë edhe të jenë partnerë tanë në ofrimin e këtyre trajnimeve dhe në të ardhmen. Unë ju ftoj të njihni një shfaqje të cilën e kena përgatitur së bashku në drejtimin e zonës Merita Smaja. Duke filluar nga Silva, gjithë se cili do të prezentojnë veten, se që kanë bërë me bandën muzikore një fjali shumë shkurtë, 20 vjet, edhe me teatrin social të Te vana, te lave puqe, dhe do ka dhe të tonë banka, të ka më shumë të eltal, dhe do ka dhe bankën të tonë meni. Havini. Unë jam Rështata Belenovi, kam hinë teatrin social, për mu është fakt unë kam lujtë dramë tjera, po si kjo dramë nuk e të stohet. Desha me falenderu shumë profesoresh Merita Smajet, e cila në ka përtgjell shumë për me bë këtë dramë. Është e mrekullueshme, ka marrë gjithë kohën me ne. Mirë dita gjithëve, e unë quam Beda Muslia, jam shumë i kënaqur me bandën muzikore, edhe jam shumë edhe me dramën që në va ashtu, edhe zysha. Unë jam Arti Pancaku, Liga Projekti Shpesa, jam shumë e kënaqur që jam përzgjedhur në teatrin social për Merita Smaja edhe Kastriut Facit, që na ka bërë me ecë përpara dhe do të eci sa më shumë edhe jena shumë kënaqur. Unë jam Romajo, vin nga Projekti Shpesa, edhe unë jam i kënaqur si ka përfshirë të teatri social, edhe pesnes detale. Oye, Marina Mato, Magamun Merita, Prova, Catriote di Bepe, Kit. Nino, Ui, man. Për ne, është shumë kënaqësi sepse me këto tri kena rreth 21-22 vite që punojmë edhe që jena si një familje, kena pas fatin e madh që kena sot mes nesh në Brike, që është mama Silves, por edhe zonën Rabie, që është mama e Mirsac. Shikoni vetë ndryshimin e madh social që kanë pru këta të ri. Na besoni që kur kena fillu ka kanë shumë e vështirë, ndoshta edhe me komuniku, me fol, me bashkëpunu, domethënë ishte pak shumë e vështirë, ishte sfidë, por sot ja po arrim, kur shembulli ma konkret për punën me një grup të rinj, edhe me pasion, edhe me fëmijë, domethënë se këta kanë fëmijë Bledi për shembull, ka kanë moshën 15 vjeçare, kur ne kena marrë për herë të parë kena vu trompën gojë, edhe normalisht sot pa frikë ai pat që luajti atë pjesë aq bukur aq mirë që më fal tanë botën nuk mund të mira. Besoj se edhe ju ndoshta pjesa tjetër ai i dakord apo ja. Nuk i ka rënë si profesor Çami, duhet ta bëjë edhe një herë. Tastina për momentin do të lëvizim tek dreka, kështu si jena, sepse kjo është edhe planifikimi, kështu është e parashikuar, shef Deda do të bëhet gati rreth një çerë kohë më mbrapa, ndërkohë që ne fillojmë me atë pjesën e panelit diskutimeve shkurtimisht, një 15 minuta sa të japim kohë shef Desit bën drekën. Edhe pastaj të zbulojmë një nga një ato surprizat e trajnimit. Ideja jonë është që me bë trajnimin sa më të thjeshtë, sa më efikas, edhe sa më të bukur, sepse një pjesë e juja jeni ndoshta overqualified, i thonë ata në gjuhën huaj ose mirë të kualifikuar,
edhe na jena mes kolegsh, domethënë mos ta kuptojmë të gjë që na jena ata që dina gjithçka, na përfundon se jena një familje e madhe mes jush edhe nina shumë mirë që na njehni edhe na vlerësoni edhe si vini te trajnimet tona. Majni domethënë vëmendjen tek veprimet që i bajnë këta, sepse do të jenë edhe temë e diskutimeve pas kësaj shfaqje modeste, e cila do të zgjasin jo më shumë se 20 minuta. Edhe do të na shërbejnë ndoshta për me hap pak edhe diskutimet në aspektin edhe të organizativ të asaj çfarë ju përfaqësoni edhe të mendimeve që ju keni. Shake your body. Cha cha cha.
A ti çfarë? Përqafoni edhe ju. Hajde, që të kemi edhe i bash, që të kemi edhe i mune gjatë bukur. Shpej. Atëherë, kush të në pari, të lërë? Mario! Duhet të shite një gjë, duke kënduar, bin një gjik, dhe i fort, asa bukur din të këndoj. Unë do të bëj gjithka që a i të mos këndoj me dhe bëj një plan, e nga të moj që pas disa ditës, dhe për kuptoj se sa më shumë të këndoj. Dhe kështu vetës i dështoj provokimin. Tani kompletari! Zotin e gjatë edhe me zotë më thot plaj. Zotin e gjatë, për nuk në gjatë baba sa të fit në lume më tarë. Zotin qësë, a mundet e në një njëri për një gjosë të nga përën? Sigurisht që jo. Mira të herë, asë unë si jam bati të rejë. Come walk with me and let go of the way you go away. Come talk to me and I'll tell you what's really worth knowing. Life's much too good, my friend. Don't let it end.
Shfaqja u mirëprit në atë publik modest mësuesish, por edhe të trajnuar në këtë projekt. Mbi të gjithë janë prindrit ata që shprehin kënaqësinë teksa shohin rezultatet vit pas viti të fëmijëve të tyre. Ti e ndoqes shfaqjen, por unë do doja edhe një emocion të nënës pas përfundimit të shfaqjes, por edhe cilat janë disa nga përfitimet që Silvi angazhohet prej sa vitesh këtu. Silvi në bandën muzikore është 20 vite. Ka marrë shumë për kësaj bande, jena shumë të kënaqur. Tash është i marrë pjesë edhe në teatrin social, edhe jena tepër të kënaqur, pavarësisht vështirësitë që janë se dihet prej fshatit që vim, po marrëm angazhimin edhe për te, jena kja është të kënaqur edhe na jena të kënaqur shumë. Ka përfitu shumë, është zhvillu shumë, edhe kështu që jena tepër të kënaqur. Tash 20 vite është në bandë Mirsada, edhe shumë e kënaqur, është aktivizu shumë. Në fakt nuk e kursej vedin, gjithkun e qej të në çdo aktivitet për mi aktivizu që me ka një firma aktive. Edhe kur u hapi kja teatri social, ishe shumë e kënaqur që ta bisha dhe këtu që aktivizot. Po, e shijove shfaqjen sot, se qa mendove? Shumë mirë dolen, shumë mirë u kënaqa. Dhe këtë shfaqje do të jepni Mirsada edhe në Banja Luka, ku? Po në Banja Luka, uroj që ati t'jemi fije pak më mirë se këto. Ashtu, pse ke kërkesë të vetja, më shumë. Që këtë rol isha pak si po Terezi. Jo, mua më pëlqeve shumë. Uroj që ati të po ati fije më mirë pak, se unë pretendoj fije më shumë. Prandaj ndërtuam një kamp veror, ku këta të tregojnë veten se janë të zotë, bëjnë shumë gjëra. Që të jetojnë në natyrë, që të jetojnë me natyrën, që të kujdesen për natyrën, të kujdesen për ambientin, të kujdesen për njëri tjetrin, dhe ta duan njëri tjetrin, edhe ne t'i duam ata. Sepse kjo është shumë e rëndësishme. Ata vërtet e duan, por ne duhet t'i pranojmë ashtu siç janë, edhe duhet t'i duam ashtu siç janë. Por shfaqja nuk do të kufizohej vetëm në ambientit e fshatit të Paqes. Trupa e teatrit social do të shkonte edhe në Spark, festivalin në Banja Luka.
mendoj që duhet ta vazhdojmë, sepse edhe ata futen në shoqëri, edhe ata arrin të marrin shumë nga arti, sepse nëpërmjet kësaj mënyre ne gjetëm mënyrën më të thjeshtë, sepse nga që jemi do të shkojmë në një vend ku nuk flitet shqip, menduam që të kenë me lëvizje shumica e gjërave dhe jo me fjalë, sepse ashtu do na duhet edhe një titrim që është e vështirë për të bërë, por unë mendoj që është eksperienca ime më e bukur që kam kaluar deri tashmë me fëmijë. Dhe në të vërtetë trupa e teatrit social dhe Dora Olbenja, e cila mori pjesë në Spark Festival në Banja Luka të Bosnjë Hercegovinës mes datave 20 dhe 23 mars, u prit me shumë duartrokitje për performancën. Treguan se ne mundemi, ne duam të bëjmë gjëra të bukura dhe i bëjmë me shumë dashuri e dëshirë. Teatri social me dramatizimin Dashuria forca e ndryshimit si një metodë për përfshirje sociale dhe një kast të përbërë nga regjizore Merita Smaja, drejtor Kasriot Faci, asistent Suela Ndoja dhe Erben Sala, me aktorët e rinj Bledi, Romario, Mirsada, Ardit, Silva dhe Elona, dha një model shumë të mirë në teatrin e të rinjve në Mostar. Aktiviteti u mbështet nga Western Balkan Fund dhe morën pjesë edhe trupat të tjera nga Maqedonia, Serbia dhe Bosnjë Hercegovina.